Horoskopi ditor. Dashi. Energjia jote sot është e fortë, por kërkon drejtim të duhur. Ka shumë mundësi që të ndjeshin nxitur për të vepruar menjëherë, për të marrë vendime të shpejta apo për të reaguar emocionalisht. Megjithatë, universi të jep një mesazh të qartë, ndalo për një moment dhe mendo. Në punë, një situatë mund të kërkojë leadershipin tënd. Ti ke aftësinë të marrësh drejtimin, por mënyra si e bën do përcaktojë rezultatin. Mos u bë impulsiv, një qasje e qetë dhe strategjike do të çojë shumë më larg. Në aspektin financiar, është mirë të shmangësh rreziqet e panevojshme. Edhe pse mund të tundohesh nga një mundësi e shpejt fitimi, sot është më mirë të mendosh afaqjarë. Në dashuri, emocionet janë të forta. Nëse je në një lidhje, mund të lindin disa tensione të vogla për shkak të komunikimit. Qelësi është të dëgjosh, jo vetëm të flasësh. Nëse je beqar, dikush mund të tërheqë fort, por mos u nxit shumë, njiheni më mirë. Shëndeti kërkon balans. Mos e tepër me lodhjen fizike apo mendore. Këshilla, kontrollo reagimet e tua, jo çdo betejë duhet fituar sot. Demi, sot ndihesh më i qetë dhe i përqendruar. Kjo është një ditë e mirë për të ndërtuar, për të organizuar dhe për të bërë plane konkrete. Stabiliteti yt është arma jote më e fortë. Në punë, mund të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua praktike. Dikush mund të mbështetet tek ti për një detyrë të rëndësishme. Mos hezito, kjo mund të jetë një mundësi për të fituar besim dhe respekt. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por duhet të vazhdosh të jesh i kujdesshëm. Sot është një ditë e mirë për të planifikuar kursime ose investime të vogla. Në dashuri, gjërat janë të ngrohta dhe të qëndrueshme. Nëse je në një lidhje, mund të ndash një moment të bukur qetësie me partnerin. Nëse je beqar, një njohje mund të vijë në mënyrë të ngadalt, por me potencial të madh. Shëndeti është i mirë, por kujdes me rutinën, mos e neglizho aktivitetin fizik. Këshilla, durimi sot do të shpërblejë më shumë se çdo veprim i nxituar. Binjakët. Mendja jote është plot ide dhe energji, por sfida kryesore sot është fokusi. Ka shumë gjëra që të tërheqin njëkohësisht dhe rrezikon të shpërqendrohesh. Në punë, komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të bindesh, të prezantosh dhe të ndikosh tek të tjerët. Përdore këtë në avantazhin tënd. Megjithatë, mos premto më shumë se sa mund të mbash. Në aspektin social, dita është shumë aktive. Takime, biseda dhe mundësi të reja janë kudo rreth teje. Një kontakt i ri mund të rezultojë shumë i rëndësishëm për të ardhmen. Në dashuri, situata është pak e pashëndrueshme. Nëse je në një lidhje, mund të ketë keqkuptime të vogla. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush misterioz, por jo shumë i qartë. Shëndeti është i mirë, por mendja jote ka nevojë për pushim. Jepi vetes pak qetësi. Këshilla, mos u shpërnda, fokusi është çelësi i suksesit sot. Gaforia. Sot është një ditë e mbushur me ndjenja dhe reflektim të brendshëm. Intuita jote është shumë e fortë dhe mund të ndjesh gjëra që të tjerët nuk i kuptojnë. Në punë, mund të ndjesh pak i tërhequr ose i pasigurt. Mos e merr këtë si dobësi, ndonjëherë është e nevojshme të tërhiqesh për të parë më qartë situatën. Në familje, një moment i rëndësishëm mund të kërkojë vëmendjen tënde. Mbështetja jote do të ketë shumë vlerë për dikë të afërt. Në dashuri, është një ditë shumë e thellë emocionalisht. Nëse je në një lidhje, mund të ndash ndjenja që do të forcojnë lidhjen. Nëse je beqar, mund të ndjesh një lidhje të veçantë me dikë që të kupton pa shumë fjalë. Shëndeti emocional është prioritet. Mos e mbaj gjithçka brenda, shprehu. Këshilla, ndjeshmëria jote është forcë, jo dobësi. Luani. Sot është një ditë ku drita bie mbi ty. Ti ndihesh më i sigurt, më karizmatik dhe gati për të marrë vëmendjen që meriton. Por kujdes, egoja mund të jetë një shpatë me dy tehe. Në punë, mund të marrësh një rol drejtues ose të jesh në qendër të një projekti të rëndësishëm. Njerëzit do të të dëgjojnë, por mënyra si komunikon është vendimtare. Mos e imponon veten, frymëzo të tjerët. Në aspektin financiar, mund të ketë një mundësi për të fituar më shumë, por do kërkojë përpjekje shtesë. Mos u dorëzo në gjysmë të rrugës. Në dashuri, është një ditë pasionante. Nëse je në një lidhje, mund të përjetoni emocione të forta, si pozitive, ashtu edhe sfiduese. Nëse je beqar, do tërheqësh vëmendje kudo që shkon. Shëndeti është i mirë, por kujdes me stresin emocional. Këshilla, udhëhish me zemër, jo me ego. Virgjëresha. Sot është dita për rregull, organizim dhe përqendrim. Ti ndihesh më produktiv dhe i qartë në mendime. Është momenti ideal për të sistemuar gjërat që ke lënë pas dore. Në punë do të shkëlqesh në detaje. Një detyrë që kërkon precizion do të jetë pika jote e fortë. Dikush mund të vlerësojë seriozitetin tënd. Në financa, është një ditë e mirë për analizë dhe planifikim. Shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri, mund të ndihesh pak i rezervuar.
Nëse je në një lidhje, përpiqu të mos jesh shumë kritik. Nëse je beqar, mund të jesh duke kërkuar perfeksionin, por askush nuk është perfekt. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizho pushimin. Këshilla, perfeksioni nuk është gjithmonë i nevojshëm, mjafton progresi. Peshorja, sot kërkon balancë më shumë se kurrë. Mund të ndjesh i ndarë mes dy zgjedhjeve, dy njerëzve apo dy rrugëve. Vendimi nuk është i lehtë, por duhet marrë. Në punë, bashkëpunimi është çelësi. Mos u përpiq ti bësh të gjitha vetë. Një partneritet mund të sjellë rezultate shumë më të mira. Në aspektin social, dita është shumë aktive. Mund të marrësh një ftesë ose të takosh dikë që ndikon në humorin tënd pozitivisht. Në dashuri, është një ditë romantike. Nëse je në një lidhje, mund të forcohet lidhja përmes komunikimit dhe mirëkuptimit. Nëse je beqar, një njohje e re mund të bëjë të ndihesh i veçantë. Shëndeti kërkon ekuilibër, si fizik ashtu edhe emocional. Këshilla, mos ki frikë të zgjedhësh, edhe mos zgjedhja është një zgjedhje. Akrepi, sot energjia jote është e thellë dhe magnetike. Ti ndjen më shumë se zakonisht dhe ke një intuit shumë të fortë. Asgjë nuk të shpëton nga vëmendja. Në punë, mund të zbulosh diçka që të tjerët nuk e shohin. Kjo të jep një avantazh të madh. Megjithatë, mbaj plane për vete, jo gjithçka duhet ndarë. Në financa, është një ditë për kujdes. Mos ndërmerr rreziqe të mëdha. Në dashuri, emocionet janë intensive. Nëse je në një lidhje, mund të ketë momente shumë të forta, si pasion, ashtu edhe xhelozi. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush në mënyrë të papritur dhe të thellë. Shëndeti emocional kërkon vëmendje. Mos i mbaj ndjenjat të mbyllura për shumë gjatë. Këshilla, fuqia jote qëndron në kontrollin e emocioneve. Shigjetari, sot ndjesh i lirë dhe plot dëshirë për aventura. Energjia jote është optimiste dhe kërkon diçka të re, qoftë një eksperiencë, një ide apo një ndryshim në rutinë. Në punë, mund të ndihesh pak i kufizuar nga rregullat ose nga një strukturë e ngurtë. Megjithatë, përpiqu të gjesh një mënyrë për të shprehur kreativitetin brenda kufive. Një ide e jotja mund të jetë shumë më e vlefshme se sa mendon. Në financa, është mirë të mos marrësh vendime të nxituara. Entuziazmi yt mund të çojë në shpenzime të panevojshme. Në dashuri, është një ditë e bukur për aventura dhe spontanitet. Nëse je në një lidhje, bëni diçka ndryshe së bashku. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë gjatë një udhëtimi ose aktiviteti të ri. Shëndeti është i mirë, por trupi yt kërkon lëvizje. Mos rri gjatë në një vend. Këshilla, ndiq pasionin, por mos harro përgjegjësitë. Britsjapi, sot është një ditë për disiplinë dhe për qëndrim. Ti je i vendosur dhe i qartë për atë që dëshiron të arrish. Edhe pse rruga mund të duket e gjatë, ti ke forcën për ta përballuar. Në punë, është një moment ideal për të bërë hapa konkret drejt qëllimeve të tua. Një projekt që ke nisur më parë mund të fillojë të jap rezultate. Në financa, gjërat janë të qëndrueshme. Mund të mendosh për plane afatgjata dhe investime të sigurta. Në dashuri, mund të jesh pak i rezervuar. Nëse je në një lidhje, përpiqu të shprehesh më shumë ndjenjat. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush që ndan të njëjtat vlera me ty. Shëndeti është i mirë, por mos e tepër me punën, gjej kohë për pushim. Këshilla, hapat e vegjël të çojnë në suksese të mëdha. Ujori, sot mendja jote është plot ide të reja dhe të pazakonta. Ti sheh gjërat ndryshe nga të tjerët, dhe kjo është forca jote më e madhe. Në punë, është një ditë shumë e mirë për inovacion dhe projekte kreative. Mos ki frikë të mendosh jashtë kornizave, dikush mund të vlerësojë pikërisht këtë. Në aspektin social, mund të kesh biseda interesante që të hapin perspektiva të reja. Një person i ri mund të hyjë në jetën tënde në mënyrë të papritur. Në dashuri, mund të ndjesh pak i paqartë për ndjenjat e tua. Nëse je në një lidhje, përpiqu të komunikosh hapur. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush shumë unik. Shëndeti është i mirë, por mendja ka nevojë për qetësi herë pas here. Këshilla, je vetvetja, kjo është superfuqia jote. Peshqit, sot është një ditë shumë emocionale dhe intuitive për ty. Ti ndjen gjithçka më thellë dhe mund të lidheni me njerëzit në një mënyrë shumë të veçantë. Në punë, mund të ndihesh pak i shpërqendruar. Mundohu të qëndrosh i fokusuar në detyrat kryesore. Kreativiteti yt është i lartë, përdore në avantazhin tënd. Në financa, shmang vendimet e nxituara. Besoj intuitës, por edhe kontrollo faktet. Në dashuri, është një ditë shumë romantike. Nëse je në një lidhje, mund të përjetoni momente shumë të bukura dhe të thella. Nëse je beqar, mund të ndjesh një lidhje të menjëhershme me dikë. Shëndeti emocional është shumë i rëndësishëm sot. Jepi vetes kohë për reflektim dhe qetësi. Këshilla, intuita jote është dhuratë, përdore me kujdes.